qenë që 6 vite, metet edhe gjykatën kushtetuese zotri kryeministër ta pushtojnë thojza, nëse se flitet që disa nga gjykatësit e gjykatës kushtetuese vitin tjetër do dalin pensione dhe i ka mbetur që gjykata kushtetuese pa e kap, pa rëmby edhe me kriju një shtet autokrat, një autokratësi të mirëfillt, ku në letër jena demokraci, po në praktik po mesim një autokratësi. Albin Kurtit i ka mbetesh mi amaru dhe një kuror në kry dhe mi bo mret, pas mreti zog ta boj me mretin Albin, se po më duket që Kosovë veç fjallë Albinit të hecë. Është të shfrytzuar rastin që kemi një opozitë. E pse po hecë veç fjallë Albinit? Është të hecë sepse opozita është pothuajse inekzistente, me lojtarë të njëjtë nuk fitohet loja, nuk fitohet loja me Bedrin, nuk fitohet loja me Lumirin, kur Albinio ka që i fuqishëm. Prandaj opozita do të mendru strategjinë e saj, po siç po shifet prap po presin shpresë tek një alat i Albinit. Po presim shpresë tek Vjosa. Po tash